Përshëndetje vëllezër e motra të gjithëve. Unë ditët e fundit për dikon 5-6 ditë isha në Kosovë, pasi që e kisha nonën bukur shumë smut dhe është desht të operojmë e kështu me radhë dhe për këtë arsye nuk kam mundur të jem shumë aktiv, por po shpresoj mendimin e Allahut Zotit që të rregullohet kjo çështje, edhe të jetë një kaluar, edhe kjo ishte arsyeja. Edhe do të mundona nga hënja përsëri me gjitha forcat të gjej vullnet përsëri të jem me juve dhe të mundona të gjithë juve që keni ndonjë nevojë edhe mundona ta gjejmë një zgjidhje dhe t'ju ndihmoj, siç e kam bërë edhe në të kaluarën. Unë dua gjithë t'ju them më falni kujdo që s'kom arrit ja hapi në kohë telefonin apo diçka, pasi që me të vërtetë siç ju kom njoftu kam dikon minimum 2-3 mijë telefonata në ditë edhe me mira mesazhe. Ky është problemi, se ju që dikan e kaloj, dikan nuk e du, dikan e du ma shumë, çdo njëri që të më thirr, kushdo që qëllon nuk i njeh shumicën, por me ato forca, me atë mundësi që kam, po mundona. Unë nuk po e komplikoj ma shumë këtë video, veç thash ta dhom një sqarim për gjithë juve që me ditë që nuk jam të e bon nga dëshira. Unë ju përshëndes të gjithëve me respekt. Muhammed Bajram Mehmeti, kaloni sa më mirë.